cila është ngjarja që ty të ka prekur dhe ke qarë vëlla? Ngjarja e Shkodrës, ku nëna së bashku me 3 fëmijët u gjetën të mbytur në lumën e Bunës. Ende nuk dihet e vërteta e kësaj ngjarje, është një ngjarje shumë e rëndë që ja kam përjetuar shumë rëndë emocionalisht, madje ku kam shkuar ditën e parë në Shkodër ku po vijonin kërkimet nga polumbarët, në momentin që po nxjerreshin trupat e një prej fëmijëve, nuk e di, ka qenë moment më i vështirë në punën time. Ishim live, do fliste ministri i brendshëm asaj kohe Taulant Balla, më kërkonin nga regjia që të futesha live pas përfundimit të fjalës ministrit Balla, pasi ishin gjetur të gjithë trupat. E kisha nuk flisje dot, e kisha pamundur, nuk flisje dot, ka qenë një ngjarje shumë e rëndë, e cila e kam përjetuar shumë rëndë emocionalisht, edhe pas ngjarjes në punë nuk isha më i mëparshëm, më preku shumë si ngjarje, pasi bëhet fjalë për fëmijët pa faqe, cilët nuk e dim akoma se si është marrë jeta atyre fëmijëve. Kjo ka qenë ngjarje që më ka prekur shumë, jashtëzakonisht shumë. Ka disa ngjarje, edhe ngjarja e 3 vjeçarit Brian Spahiu, i cili humbi jetën tek dentisti. Një ngjarje të cilën e kam ndjekur dhe vazhdoj ta ndjek, edhe pse drejtësia, hetimet janë mbyllur. Vazhdojnë hetimet, po drejtësia, prokuroria po i çon hetimet në atë lloj rruge për ta mbyllur. Bëhet fjalë për jetën e 3 vjeçare e një fëmie, të cilën nëna dhe babai e çuan për të pastruar dhëmbët e dentisti, dhe dentisti një kamikaz së bashku me vajzën e tij për të marrë sa më shumë para. Kjo është e vërtetë, themi traç, haptazi fare. I pastroi të gjithë dhëmbët, bëri ndërhyrje tek fëmia 3 vjeçar. Tek fëmia 3 vjeçar, dhe përveç saj, kur ja dha prindërve fëmijën pas disa orësh, 12 orësh në klinikën dentare, kur fëmia u dërgua më pas me urgjencë nga familja tek pediatria, edhe atje bënte ndërhyrje se si të mbulohej vërtet. Ka qenë një ngjarje shumë e rëndë, pasi kam takuar familjarët e 3 vjeçarit, e shifja dhimbjen në sytë e tyre, dhe ajo dhimbje u transmetonte tek unë. Ishte një ngjarje e cila më preku jashtë mase, dhe ende sot e kësaj dite në telefonin tim celular, në Instagram, i ndjek dhe më ndjekin prindërit e 3 vjeçarit Brian Spahiu, dhe ka raste që kam frikë të hap Instagramin, sepse babai i 3 vjeçarit ende poston çdo ditë nga një foto të fëmisë së tij të mitër. Çdo ditë që t'i kujtohet pra fëmia, çdo ditë. Dhe aq shumë prekëm dhe më vjen shumë, kam një ndjesi dhimbje kur e shoh, dhe kam frikë ndonjëherë të futem në Instagram se them do ketë hedh foton e fëmisë. Akoma e vërteta nuk është zbardhur. Akoma ai dentist dhe vajza e tij janë të lirë. Prokurori as nuk e vret mendjen fare. Edhe tani që po flas, mundohem që të zbardh të vërtetën, të gjej një provë shtesi, të dalë e vërteta e kësaj ngjarje, por akoma jo. Një ngjarje e cila prapë më ka prekur shumë është Jonada Avdiaj. Ende kam marrëdhënie shumë korrekte me gjyshin e Jonadës, vajzës që u përplas me skaf nga oficeri i policisë Arjan Tase. Komunikojmë vazhdimisht, kam një respekt të veçantë për familjen e tyre. Kam realizuar një dokumentar aso kohën që ndodhi ngjarja e rëndë. E takova gjyshin e Jonadës, i thash nuk kam ardhur si të gjithë gazetarët që kërkojnë të marrin një intervistë dhe të nxjerrin për klikime, siç ndodh rëndom. Që foli gjyshi i 7 vjeçar dhe për klikime, dhe nuk intereson më vërtet, marrin intervistën dhe ikin, kaq, e nxjerrin dhe story intervistën dhe me klikime sa kanë marrë. Thash kam ardhur të pi një kafe, të diskutoj si ta zbardhim të vërtetën, si autori të marrë dënimin e merituar, dhe sot ky autor ka marrë dënimin e merituar. Nuk dua intervistë, thash, nga ana jote. Tha do jap një prononcim fare të shkurtër me letër, pa zë dhe figurë, për t'u bashkuar atij dokumentari që unë po realizoja. Realizova dokumentarin, me aq mundësi sa kisha, ishte në fillesat e mia të gazetarisë. Nuk është se kisha shumë burime, pasi ngjarja ndodhi në jug të Shqipërisë, unë punoj në Tiranë, por u mundova me miq dhe me shok, me burime, të zbardha disa të vërteta. Dhe sot e sa ditë kam marrëdhënie shumë korrekte dhe marrëdhënie miqësore, pra me gjyshin e 7 vjeçares, një person i cili më ka lënë bresa të jashtëzakonshme.
një person i cili kishte punuar në institucione të rëndësishme të vendit tonë, dhe ishte një person i kontributor i jashtëzakonshëm në marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me vëllezërit tanë të Kosovës. Kishte punuar si në Shqipëri dhe në Kosovë dhe për të ishte njësoj pra, dhe përveç se kontribuova në thonjza, kam bërë punën time si gazetar, është detyrim për mua për të ngjarë që zbarë dhe vërteta, mësova shumë nga ky njeri dhe aso kohë ndjes pas gjyshim ishte gjallë, zotëria në fjalë më dha 2 libra që kishte shkruar dhe ja dhash gjyshit tim, i lexova edhe vetë dhe sa herë gjyshi lexonte libra kishte dëshirë që ato që lexonte i diskutonte me mua. Si raporti me gjyshin. Dhe më tha familja ishte nga Tropoja, nga fshati Berish i Tropojës, familja Abdiaj. Gjyshim se themi vërtet çik thonë se komunist. Po. Ashtu i kanë. Edhe zona ku jam rritur Peza, zonë. Vlla ashtu kanë qenë. Por komunist në kohën kur ishte komunizmi, por pas 90-s, jo komunist. Jo komunist, i vërtet real, Në kohën kur gjyshi s'kishte mundësi të shkonte vetë të votonte, e kam çuar unë atë kuti e votimit, vetë ka hedhur votën dhe s'ka votuar për Partinë e Punës. Pra dhe ishte real dhe kur diskutuam pastaj për libra që kishte shkruar personi në fjalë, gjyshi mendonte që mund të ishin demokrat, ngjoja nga fshati Berish, më kupton. Por s'kishte lidhje fare dhe kuptova që përveç se të ngjarje kaq të ndjeshme, sensitive, për më fjalë do të flas shqip, të ndjeshme, sensitive, se na thonë njerëz bashkë flisin shqip dhe unë tull sakt. Njohëm dhe njerëz të mëdhenj që fatkeqësisht i ndodhin këto fatkeqësi. Dhe kam mësuar shumë. Dhe ky ishte një rast konkret që mësova shumë. Edhe rasti i fundit i Martin Canit, 15 vjeçari që u vra 200 metra larg shkollës. Është një ngjarje që më ka prekur shumë. Kam dhe një ngjarje tjetër shpend që është bëhet fjalë për një nën që është heroin dhe bravo i qoftë. Vrasja e Florian Selimaj. Sa më mund. Në Fier. Që u vra në vitin 2019. Që u vra në vitin 2019. Po. E vran me thik. Nëna e tij Dukate Selime e vetme. Po. E vetme, tek pull vetëm. E tha i kam vënë detyrim vetë që nuk do hedh asnjë lot. Kam bë betim vetë që nuk do deri në momentin që do çoj para drejtësisë, do i çoj në burg autorët e vrasjes së djalit tim. I çoj e vetme. E vetme tek pull. E kam marrë intervistë disa herë për ngjarjen, pasi ishte e vetme kundër prokurorëve, gjyqtarëve, ndryshonte prokurorë, ndryshonte gjyqtarët, edhe avokat s'kishte fare, e vetme tek pulli ka shku vetëm ku më ka treguar historinë se si kishte përgjigj gjyqtari në sallën e gjyqit, jam të merruar dhe ja kam vënë kush dhe vetes time o do bëhet drejtësi për këtë djalë ose do leje fare profesionin. Kishte qenë në sallën e gjyqit, dhe gjyqtari, a them trosh një legend, jo vetëm gjyqtari se si ishte, bënte apelin në sallën e gjyqit, pale i pa ditur kush është filani prokurori avokati, viktima ku është, po viktima ku është. Ndërkohë nëna ishte aty. Ku është viktima? I thonte nënës e cila i digje shpirti për djalin e saj, e kishin vrarë padrejtisht, gjyqtari i thonte ku është viktima, i kërkonte viktimën dhe nëna në seancën tjetër kishte printuar një foto të djalit të saj dhe e kishte vendosur në karrike. E kur i thot gjyqtari po viktima, pra vazhdonte me të njëjtën histori. Ku është viktima? Atë ke është viktima. Për djalin e saj. I shkoi deri në fund me gjyqtar të tillë të korruptuar, prokurorë e tjerë derisa i ndryshoi, edhe në fund fare ja doli dhe autorët e vrasjes së djalit të saj u dënuan dhe janë sot në burg dhe vetëm fare. Dhe kjo nën Dukate Selimi quhet. Dukate Selime. Po,
më ka bërë të kuptoj që nëse do njeriu e gjen drejtësinë me mish dhe me shpirt, por duke u bërë të gjithë bashkë. Pushteti i medias është shumë i fuqishëm. Ato prokurorë, ato gjyqtarë që bëjnë sikur janë të paprekshëm, sikur nuk i intereson për njeri, dhe që kanë në krah edhe personazhe të botës së krimit që i marrin me para, kur vjen momenti tek media, të merrohen dhe kanë frikë. Po, shikoj. Kjo është pak për e sigurt kjo që thua ti. Që media ka një pushtet shumë të madh, edhe unë po ta jap edhe me rrjedhoj logjika. Pse është shumë e fuqishme media, politika i ka shtrirë tentakulat e veta. Sepse manipulon opinionin publik media. Në qoftë se do kishim neve një media cilësore, do ishim në kuadrin që politika do kishte frikë edhe të pirte. Të pirtesh, që është gjë më normale nga gazrat, do kishte frikë se mos merre vesh.